Desha sot ja u kujtoj edhe diçka tjetër, që në këtë mëkat, si përgojim, hyn edhe isharetet, hyn edhe ajo me shenjë, përgojimi i vëllaut tanë me shenjë, edhe kjo është përgojim, edhe kjo hin që të kërcenimet qka na i përmendëm, i dhe i kena përmendë më herët. Si është kjo me isharet, me shenjë? Kjo është për shenjëve që ti, nëse je duke bisedu me një vëllaut tanë musliman, edhe atje lartë dikun e shen një vëllaut tjetër musliman. Edhe me shenjë po do mi tërgu me përçmu, me nënçmu, me bohajgare, me moralin e ti, me mendjen e ti, me kuptuarit e ti, edhe ti prej këtu i thu, heq mu ti, ja ban me sy, edhe me gjuhën, edhe me buzit e tua. Smervesh. Me kuptimin këti, i thu, smervesh. Nëse veç që ka që thuhet, ke bo përgojim. Nëse ti me shokën që i duke folur, edhe erdh një, ti tash ti i thu, erdha i shmendëri me shenja kështu, erdha i shmendëri, mjafton për mu quj përgojim edhe kë. Edhe kë hin që ato kërcenime që na i përmendëm. Allahu Azza wa Jalla në Kur'an thot: "Wailul likulli humazatin lumazah." Mirë për çdo përqeshës, edhe shpifës. Ky ajet, pas ajeti tjetër tha Allahu: "Wala talmizu anfusakum." Ju mos e nënçmoni njëri tjetrin, mos i ngjitni llakabet këshia dhe nofta njëri tjetrit. Saadi, kur i bashkoi këto dy ajete, kuptimi i këty dyjave tha është se njëra fjalë në këto ajete, tha njëra thot mos i përgojoni njerëzit me gjuhët e juaja. Edhe e dyta, mos i përgojoni njerëzit me isharetet dhe shenjat e juve. Cila do shenje, nëse njani për shembull don me nënçmu, ai flet diçka, ti ja ban veç me shenjë kur i thu kështu, si në atë kuptimin që shuj se s'merr vesh ti, veç me çka që quajtur përgojim, ose me mbylljen e syrit tënd quhet përgojim, ose nëse veç ja ban me shenjë se ky është i shmendur quhet përgojim. E a din se si Allahu Azza wa Jalla këta lloj njerëzish, a din çfarë qortimi ja dha çtyne? Që bojnë tash edhe përgojime me shenjat, me isharete. A din që i tha Allahu? Tha, uajlun likulli humazatin lumazah. Uajl, Ibn Jarir at-Tabari tefsirin e ti, tefsirologu ma i madh që nifet në histori, edhe ma referencën nishin që e kemi. A di që ka tha? Kuj të baj argumentet për që ta? Tha, uajli që tu, tha, është një lugin në zjarmin e xhehenamit, është një lugin në zjarmin e xhehenamit, që në atë lugin rjedhin yndyra, qelbi, edhe jashqitja e xhehenemlive. Tha Allahu në Kur'an këtu, uajlun likan, për kanë është kjo lugin? Tha, për ata që i përqeshin, njerëzit i nënçmojnë ata dhe i përgojojnë ata, qoftë edhe me shenjat edhe me isharete. A nuk është e shëmtuar veç që kjo, që me të prit ty me na mu dhe ty me na prit një lugin në zjarmin e xhehenamit, pa pos nevoj. Me na prit ajo lugin që rrjedhin ato që ka i përmenat që xhehenemlive, me kon ushqimi, pija e atyre që përgojojnë dhe i përqeshin njerëzit. Kjo me isharete, po e bi një argument. Një hadith që e ka sjellim në Abi Dunjaja dhe Iraqiju dhe Kharaiti dhe disa të tjerë për Aishës radiallahu anha. Me tregu se me shenjë quhet edhe kjo përgojim, që na morë me kishe kur gjopë se am shelmi synin me qëllimin ton, me folsin, me nënçmu personin e tret, ose palën e tret me nënçmu. Neve na do këtë thjesht, tregon Aisha në këtë hadithin që deshta me nisë. Tregon Aisha radiallahu anha, tha isha një ditë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe hini një grua dhe foli që ka pat një nevojë, një kërkesë tek pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha dhe kur dula jo gruaja, tha unë ju afrova pejgamberit alayhi salam, tha Aisha, dhe i thash pejgamberit kështu, veç kaq, si ja bona me shenjë shkurtabiqe, e vëgël, veç i kaq, jo ma shumë. A di çka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, i tha Aishës, o Aisha tha, ightabtiha, o Aisha ti e përgojove ata. Po s'foli Aisha kur gjo, veç me shenjë boni, por pejgamberi alayhi salatu wassalam e quajti përgojim, edhe veç me shenja. Atëherë, çka kërkohet prej neve? Kërkohet që t'i kthehemi Allahut, të pendohemi për atë që na jemi mirë me përgojime. Dhe Allahu është falës,
Allahu i falë dhe falë robin e ti derisa ti vjen shpirtin në arrën e fytit të ti, Allahu ta falë. Kështu që pendohu për atë përgojim çka ti ke bërë, ndoshta se ke ditë që jetë që është një gjuna të madh, se ke ditë hiç, ndoshta shkaku i çti gjunohi s'tukën fal edhe mëkatet e vogla, që ti morr abdese e ato të agjerue, s'tukën fshi mëkatet hiç, se ke pos këtë mëkat të madh. E çka na mbet? Mu pëndu tek Allahu dhe Allahu është fals, e para dhe e dyta, personave ndash mu të pranu pendimi, personave për të cilët ti e ke përgoju, ti ke fol keq për ta, kërkohet një kusht, e cili është ai kusht, mi shku të dera, tak në derë, mi thonë, o zotni, o shuk jam, o i dashi që shdu shtoj, thoj ma bana Allah se të kom pas përgoju, kom fol keq shumë për ty. Kom fol keq, e di që ti se ke meritu, por unë kam fol, që unë mashtrej shejtani dhe fola, ama ban halal, nëse a i rubit të halal kuft, të mbetet halal kryet s'ki përgjësimu për ta, u lajte për gjinohit. Por nëse a i të tjevë dhe halal që to s'po të baji, që to në ditë gjykimi dhe të kusuritemi, atëherë mahtisenet ti qyshja ban rejtin, qyshja ban hizmetin, për me jush, për me qetsu personin që ka ti e ke përgoju.